Кршили организативи протеставе кундер hedhjesën mbeturinave në gropat e termocentralit të Oslo-Mes, pranë fshatrave të ish-komunës së Oslo-Mes, sot ka zhvilluar një takim me kryetarin e komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski. Pas takimit, përfaqësuesi i Këshillit Organizativ Shefki Meti deklaroi se është arritur marrëveshje me kryetarin e komunës për ndërprerjen e hedhjesë mbeturinave në atë zonë. Por ai theksoi se banorët do të vazhdojnë të jenë në mbikëqyrje të vazhdueshme të situatës në teren për të siguruar që marrëveshja do të zbatohet plotësisht. Sot patëm një takim me kryetarin e komunës pas iniciativës të djeshme që bajtëm një protest për pulljen e mbeturinave në termocentralin Oslo-Mes. Takimi u zhvillua në mënyrë të qetë, edhe kryetari pas rezistencës tonë që ishim një zëri që atje nuk do të hullet mbeturina, e pranoi dhe na premtoi se nuk do të cilli asnjë kamion deri për një periudhë të gjatë, asnjëherë. Por unë apeloj te qytetarët të jenë sa më vigjilent, ta kemi parasysh se do ta vrejmë atë situatë atje, nëse vjen në të ardhmen të ketë ndonjë mbeturinë, ne qëndrojmë pas asaj se do ndalim prapë të bllokojmë rrugët. Edhe kryetari i komunës së Kërçovës Aleksandar Jovanovski konfirmoi se është rënë dakord me banorët për ndërprerjen e hedhjesë mbeturinave në gropat e termocentralit të Oslo-Mes. Нивните барања реално беа да не се изложува смет тамо и било какво ѓубре, меѓутоа им објаснив дека она што го вадиме од реката го носиме. Всушност сега тука секако има секакви отпадоци кои ги фрлале неодговорни граѓани, нивното барање беше повеќе да не се прави тоа. Јас инвиетив бидејќи не наидовме на разбирање да го одложуваме тоа во јамите на рудникот и доколку не сакаат, се согласија дека не сакаат тоа да се прави, инвиетив дека никогаш повеќе нема да носам ништо тамо што мислат дека би ги загрозило и би ги загадило. Затоа што сепак ние сме сите сограѓани и не сакам никој да се почувствува загрозен или па дека му правиме нешто што не е во негов интерес.